Përshëndetje të gjithëve. Kush nuk ka nevojë për një majonezë të shëndetshme dhe të shpejtë, sidomos në prag festash. Sot po ju tregoj si ta përgatitni në vetëm 1 minutë pa dështuar dhe pa konservues majonezën. Kam përbërësit gati, fillojmë nga puna. Do përgatis pak majonezë, vetëm një vezë do përdor. Shtuam një vezë në blender, një maj të lugës së çajit me krip dhe po e njëjta sasi me sheqer. Do t'i vendosim kapakun blenderit dhe më pas do fillojmë të shtojmë përbërësit e tjerë. Fillojmë ndezim blenderin, është në pozicionin e parë, jo në shpejtësi maksimale. Shtojmë vetëm 2 lugë të gjellës me uthull molle ose edhe uthull frutash. Mjafton që uthullat të jetë fort. Shtuam uthullën, blenderi pulson dhe pak nga pak tani do fillojmë të shtojmë vajin e ullirit. Me këtë shishen që e shton shumë pak, nuk ka nevojë të matet sasia e vajit, pasi blenderi ta dikton vetë. Fillojmë të shtojmë vajin e ullirit pak e nga pak, edhe nga drami i blenderit kuptohet që po bën rrotullimin tamam. Në momentin që do e shikoni që nuk rrotullohet, por ndihet edhe nga zhurma e blenderit, pasi ndryshon zhurmë, kur majoneza nuk do më vaj. E shikojmë her pas here. Unë ndjej në vesh që majoneza tani po rrotullohet me vështirësi. Dhe shikoni si duket. E takoj, ajo nuk ka mundësi më të rrotullohet. Dhe në këtë moment majoneza është gati. Nëse me frulator disa herë edhe të shtojmë në përgatitjen e majonezës, ndërsa në blender të jeni të sigurt që nuk dështon asnjëherë. E vendosim në një tas dhe e kemi gati për ta shijuar. Është e shijshme, e shëndetshme, pasi është përgatitur me vaj ulliri dhe nuk ka konservues. Është perfekte për sallatat ruse në fund vit, por edhe sallatat të tjera, siç e pam përgatitet me një vezë, vaj ulliri, uthull, krip dhe pak sheqer. Të dashur miq, majoneza tashmë është gati dhe perfekte për sallatat. Mund ta konsumoni në këtë moment, por mund ta lini dhe ta ruani për disa ditë në frigorifer. Provojeni dhe më tregoni mendimin tuaj. Mos harroni ta shpërndani këtë recetë të shëndetshme me miqtë tuaj. Me dashuri nga kuzhina ime për ju.